أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Lavd falënderimet dhe frikë respektet më të larta I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Nga të e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë Allahut subhanahu wa taala ndihmë dhe falje për të gjitha gjunahet, për të gjitha gabimet, për të gjitha tëmetat tona gjatë jetës tonë. Ato të cilat I kemi vepruar dhe ato të cilat I veprojmë. Lusëm Allahun azza wa jall që Allahu te bareke wa taala me rahmetin e tina na udhëzoj çdo herë në kënaqësinë e tij, në ata që ai është I kënaqur me ato vepra apo me ato fjalë apo me ato cilësi apo me ato edukat. Pastaj salat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi njeriu më të mirë, njeriu më të mëshirshëm, njeriu të cilin e zgjodhi Allahu subhanahu wa taala një zemër të vetme për t'i ndriçuar zemrat të shumta deri në ditën e Kiametit, po ashtu mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë muslimanët të cilët e pasojnë më të mirë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në javën e kaluar përmendëm kuptimin e fjalës Muhammedun Rasulullah. Tash me lejen Allahut azza wa jall do të vazhdojmë në sqarimin e kushteve të Islamit, ku kushti I dytë, I tretë, I katërt dhe I pestë do të sqarohet me argumente prej librit të Allahut subhanahu wa taala. Thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab radiyallahu taala anhu: "Wa dalilu as-salati waz-zakati wa tafsiru at-tauhid qawluhu ta'ala." Argumenti për namazin, se namazi është shtylla e dytë e Islamit, dhe se zakati është shtylla e tretë e Islamit e kështu me radhë, argument për këta është fjala e Allahut subhanahu wa taala: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a." Pra, ata njerëzit nuk janë urdhëruar për diçka tjetër vetëm sa që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, duke qenë të sinqert në fejen e tyre për Allahun azza wa jall, hanifa, hunafa. Pra, duke qenë në fejen e Ibrahimit alayhi salam, wa yuqimu s-salah, dhe që ta falin namazin, të kujdesen për namazin dhe ta falin namazin, wa yu'tu z-zaka, dhe ta japin zakatin, wa dhalika dinul qayyim, dhe kjo është feja e drejtë. Pra, prej asaj që e përmendi Allahu azza wa jall në këtë ajet kuranor, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ata njerëzit nuk janë urdhëruar me diçka tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun azza wa jall sinqerisht në fejen e Allahut azza wa jall. Pra kjo është kuptimi dhe sqarimi I fjalës la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. Wa yuqimu s-salah, dhe e falin namazin, wa yu'tu z-zaka. Pra këto tri cilësi Allahu azza wa jall pas këtyre tri cilësive e përmendi wa dhalika dinul qayyim. A kjo është feja e drejtë. Pra feja e drejtë, në fejen e drejtë është ai I cili tër adhurimin të cilin e bën vetëm sa për Allahun me sinqeritet të plot. E fal namazin me sinqeritet të plot për Allahun dhe e jep zakatin me sinqeritet të plot për Allahun azza wa jall, por edhe se është urdhëruar ta bëjë një gjë të tillë. Pra nëse I vepron këto tri obligime madhështore që I ka bo Allahu subhanahu wa taala për robërit e tina, atëherë ai është në fejen e drejtë të cilën fe Allahu azza wa jall e zgjedhi për njerëzit dhe është I kënaqur me këtë fe. Fa hadhihi thalatha hiya a'zamu arkan al-islam. Pra këto tri shahadeti, dëshmia, apo thënë shkurt tauhidi, pastaj namazi, pastaj zakati, janë prej rukneve më të fuqishme të Islamit, të gradës së parë në fejen e Allahut subhanahu wa taala. Wal kitabu was sunna tajma'u bainaha fi mawadi'in muta'addida. Sa I përket librit të Allahut azza wa jall dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë shpesh këto të trija, po veçanërisht namazin dhe zakatin
i përmendin të përbashkëta. Siç tha Allahu Azza wa Jall në suratu Tauba ajeti 19, fa in tabu, e nëse ata pendohen prej çka fet më u pendu, mine shirki, pendohen prej shirkut, wa aqamu s-salata, dhe e falin namazin, pra tauhidi, pastaj e falin namazin, namazi e dyta, wa atau z-zakata, dhe e japin zakatin, e treta, fa ikhwanukum fi d-din, atëherë këta janë vëllezërit e juaj në fe. Nëse e adhurojnë Allahun Azza wa Jall sinqerisht dhe ju largohen shirkut, e falin namazin dhe e japin zakatin, fa ikhwanukum fi d-din, atëherë këta janë vëllezërit e juaj në fe. Wa nufassilu l-ayati liqaumin ya'lamun, e ne isqarojmë çështjet, isqarojmë argumentet, isqarojmë ajetet për një popull i cili dëshiron të din, apo për një popull që di. Fa a'zamu hadhihi al-usul ibadatu Allahi wahdahu la sharika lahu, e prej më të mëdhajave të këtyre bazave, të këtyre rukneve të madhështore, është adhurimi i Allahu subhanahu wa taala, një të vetëm, duke mos i shoqëruar atij asgjë, duke mos i bërë atij ortak në asgjë. Wa ikhlasu d-dini lillah, e pastaj kur të hish në fenë e Allahut Azza wa Jall, pas dëshmijes hin fenë e Allahut subhanahu wa taala, e kur të hish në fenë e Allahut, tër atë të cilën ti e vepron, e thu, tër atë të cilën ti e beson është fe. Dhe kjo duhet të jetë sinqerisht vetëm se për Allahun subhanahu wa taala. Wa ba'da dhalika iqamus salah. E pas kësajna më fuqishmja është falja e namazit. Me e fal namazin është me një ran mas tauhidit, me një ran mas tauhidit Allahut Azza wa Jall, me një ran mas njësueshmërisë së Allahut subhanahu wa taala, është falja e namazit. Ajo çka ta vërteton ty tauhidin është namazi. Fa salawatul khams hiya amudul islam. E dije se 5 namazet janë shtylla kryesore e islamit. Masi që ti e thu shahadetin ke hi në islam, pa ta nuk boshi musliman, s'ka shans një person, një rob me hy në islam pa shahadet, kjo nuk ndodhë. Mirë po pasi që ta thot shahadetin, ai tash ka mu përball me obligime tjera. Ai tash duhet me ngrit me obligime të cilat i ka pru Allah Azza wa Jall, e obligimi më i madh mas tauhidit Allahut Azza wa Jall, wa hiya awjabu al-wajibati ba'da at-tauhid, namazi është obligimi më i obligueshëm pas tauhidit, njësueshmërisë së Allahut subhanahu wa taala. Wa zakatu qarinatuha fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kurse zakati është vepra shoqëruese çdo herë në librin e Allahut Azza wa Jall dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vepra shoqëruese e namazit. Fa salatu hiya haqqullahi ala ibadihi. Namazi është e drejta e Allahut subhanahu wa taala për tek robrit e tina, fi kulli yawmin wa layla, çdo ditë dhe çdo natë. Wa zakatu haqqullahi ala ibadihi fi amwalihim. Kurse zakati është e drejta e Allahut Azza wa Jall tek robrit e tina në pasurinë e tyre. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fi hadith Muadh, kur dërgoi Muadhin Yemen, fa inhum ata'u lidhalik, nëse ata pas tauhidit, pas namazit, të pasojnë tyje në këtë çështje, fa a'limhum anna Allah iftarada alejhim sadaqatan fi amwalihim. Atëherë mësojau atyre se Allahu subhanahu wa taala u ka bërë obligim, farz, atyre një sadak, një pjesë prej pasurisë së tyre, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Mirët prej të pasurve të tyre dhe kthehet tek të varfrit e tyre. Mirët prej të pasurve dhe kthehet tek ata për shkak se është e drejt
e të varfërve të muslimanve, zeqati i të pasurve. Pastaj tha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, wa dalilu siyami qawluhu ta'ala, e argumenti për agjërimin i cili është shtyll e katërt prej shtyllave të islamit, është fjala Allah të azogjel që gjdo besimtar më edin, ja ejuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, pra për besimtar të shkjo, pasi që ta thot shahadetin, pasi që ta fal namazin, pasi që ta jep zeqatin, erdhi kjo vepër madhështore. Tha Allah azza jall, ja ejuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar Allah azza jall, o besimtar, kutiba alejkumus siyam, o është bë obligim juve agjërimi. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, ashtu siç ishte obligim për ata që ishin para jush, la'allakum tattaqun. Subhanallah, kjo pjesa e fundit la'allakum, ndoshta ju do të bëheni prej të devotshmëve. Wallahi, momentin që prek devotshmëria në zemrën e robit, Allah azza wa jall e vulos dashurinë për atë zemër. E vulos Allahu subhanahu wa taala dashurinë për atë zemër. Edhe sa ajo zemër do të ecë non stop, çdo herë 24/7 do të ecë në kënaqësinë dhe dëshirën dhe gëzimin e Allahut subhanahu wa taala për ta. La'allakum tattaqun, ndoshta me këtë vepër madhështore do t'ju zbutën zemrat bra, e do t'jeni prej atyre të cilët do të bëheni të devotshëm, për shkak se agjërimi ka ardhur me i zbut zemrat. Agjërimi ka ardhur me i zbut njetët, agjërimi ka ardhur me i zbut tabiatet, me i ul ato tabiate për Allahun subhanahu wa taala, me i stopu dëshirat, me ju thonë dëshirave me agjërim se unë sot do të nënshtrohem për Allahun azza wa jall. Me ju thonë dëshirave se ka diçka shumë më të madhe se sa jo. Ajo është dëshira e Allahut subhanahu wa taala. E nuk ka më mirë për një rob se sa kur i jep përparësi dëshirës së Allahut azza wa jall para se t'i jep përparësi dëshirës së tij. Pastaj ai farada aleikum as-siyam. Pra Allah azza wa jall, kjo është argument se Allahu azza wa jall e bëri farz për juve agjërimin. Dhe këtu është për qëllim siyamu shahr Ramadan, agjërimi i muajit të Ramazanit. Kema bayyana dhalika fil ayati allati ba'daha, ashtu siç e sqarojnë në ajetin tjetër, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji i Ramazanit në të cilin zbriti në të Kur'ani i Allahut subhanahu wa taala, deri te fjala e tina, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. E kush prej jush e arrin këtë muaj, atëherë leta agjëroj. Allahu azza wa jalla na mëson që shkojmë te Allahu subhanahu wa taala me Ramazanet shumëta, me Ramazanet pranuara dhe me mëkatet falura, ja rabbel alamin. O Zoti jon, Ramazanet që kaloi pranonaj, o Allahu jam, dhe Ramazanet që po vijnë na mëson që të jem prej agjëruesve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, se Islami është ngrit mbi 5 baza kryesore, wa dhakara siyam Ramadan, edhe pasaj e përmeni edhe agjërimin e Ramazanit, fa siyamu shahr Ramadan huwa ahadu mabani al-Islam. Pra, agjërimi i muajit të Ramazanit është njëri prej shtyllave mbi të cilat ngritet Islami tek robi. Ngritet Islami tek robi. Dije një gjose, që shiki punt me tauhid, me dëshmien la ilaha illallah, qysh i ki punt me namaz, qysh i kish punt me zeqat, qysh i kish punt me agjërim, qysh i ki punt me haqë që do të vjetë tasht, ashtu edhe është Islami jëtë. Qysh ke punu ti me këto 5 shtyllat kryesore, që ashtu edhe është Islami i jëtë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu l-haqji qawluhu ta'ala, argumenti për haqin, është fjallë Allahu subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nasi, e prej Allahut për njerëzit, hijjul bejti men istata'a ilaihi sabila, me bo haqj tek shtëpia e Allahu subhanahu wa ta'ala, për ata i cili ka mundësi me marrë rrugë drejt haqjit. Wa men kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. E kush e mohon këtë gjë,
atëherë le ta di se Allahu subhanahu wa taala është më i pasuri i krejt botrave. Hadha huwa ruknul khamis min arkanil islam wa mabanihi al-'idham. Pra kjo është kushti dhe rukni i pestë i islamit, mbi të cilin ngritet feja e Allahut subhanahu wa taala. Faradahu Allahu tabaraka wa taala ala al-mustati'i. Allah azza jall e ka bërë farz për ata i cili ka mundsi haxhin min ibadihi marratan fil umr. Pra prej robërve të tij një herë në jetën e tina. Yaqulu Sheikh rahimahullahu ta'ala, thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft, al-martabatu ath-thaniya, grada e dytë e islamit, min maratibi ad-din, prej gradave të fesë Allahut subhanahu wa taala, al-imanu wa hiya a'zamu min allati qablaha, është imani i cili është shumë më i madh se sa deregja e cila ka më parë, pra islami. Li'annaha tata'allaqu bi'tiqad al-qalb, për shkak se ajo ka të bëj me zemrën e robit, me besimin e robit në zemër. Qala Sheikh rahimahullah, wa huwa, pra ai imani është bid'un wa sab'una shu'ba, është disa 70 e disa pjesë. Fa a'laha, e ma e larta e tyre është qawlu la ilaha illa Allah, është fjala la ilaha illa Allah. Wa adnaha, e ma e ulta prej këtyre pjesëve të imanit, imatatul adha anit tariq, me largue një pengesë prej rrugës, një pengesë që i pengon njerëzit me ecë rrugës. Wal haya'u shu'batan min al-iman, dhe dije se marrja turpi është pjesë prej imanit. Fal imanu lahu shu'abun kathira zahiratun wa batina, dije se imani ka pjesë të shumta, të hapta dhe të fshehta, prej asaj që ti do t'i shfatjes dhe prej asaj që i mban në zemrën tënde. Afdaluha kalimatu tauhid, ma e mira prej krejt këtyre pjesëve është fjala e tauhidit la ilaha illa Allah, wa hiya aslu dini rusul, ajo është baza, origjina e fejes së krejt pejgamberëve, kulluhum min awwalihim ila akhirihim, për krejt ata, prej të parit prej tyre deri tek i fundit prej tyre. Wa hiya ma'a shahadatin anna Muhammadan rasulullah, ajo shkon bashk me dëshminë se dhe Muhammedi është i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. Aslu hadha ad-din, është baza e fejës së Allahut subhanahu wa taala, alladhi ba'athahu Allahu bihi Muhammada, për të cilën dhe me të cilën e dërgoi Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fahuma jami'an aslun wahidun wa bina'un wahid. E këto dy dëshmi janë bazë, origjinë dhe ndërtesë e vetme. Janë bashk, të dyjat janë një bazë, një ndërtesë. Wa adna hadhihi ash-shu'ab, dhe më e ulta prej këtyre pjesëve është izalatul adha an tariqin nas, me largu një pengesë prej rrugës ku ecin njerëzit, ku punojnë njerëzit, ku lëvizin njerëzit në atë rrugë. Wa hadha yadullu ala anna al-iman qawlun wa amal. Dhe kjo jep me kuptue se thonja e fjalës la ilaha illa Allah është fjalë, dhe largimi i pengesës prej rrugës është vepër, dhe kjo jep me kuptue se imani është fjalë dhe vepër. Wa huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaa. E kjo është madhhebi dhe menhexhi i ahli sunnetit dhe xhamatit. Qala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ka thonë Sheikhu, wa arkanuhu, ruknet e imanit janë 6, janë 6, wa hiya, dhe ato janë an tu'mina billahi, që ta besosh Allahun subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dhe ti besosh melekët e Allahut subhanahu wa ta'ala, wa kutubihi, dhe librat e Allahun subhanahu wa ta'ala, wa rusulihi,
dhe të dërguarit e Allahu subhanahu wa taala, wal yawmil akhir, dhe ditën e fundit, wa tu'minu, dhe të besosh bil qadri khairihi wa sharrihi, dhe të besosh në kader, të mirën dhe të keqen. Hadha tarfun min hadith Jibril. Kjo është një pjesë prej hadithit të Jibrilit alayhi salam, wal muradu min al iman huna. Ajo çka është për qëllim me iman apo prej imanit këtu është al-i'tiqadu, besimi. Wal imanu bi hadhihi al-usul as-sitta ijmalan fardu 'ayn 'ala kulli mukallaf. Dije se me i besua çështët të përgjithshme është farz ayn për çdo njonin. Me besu në Allahun azza wa jall, në melaqet, në librat, në pejgambert, ditën e fundit, në kader. Krejt këto janë farz ayn për çdo njonin, dhe se nuk ka arsye tem për ata i cili nuk beson në këto çështje madhështore, në këto baza, në këto usule. Kurse me i njoft ato me argumente, atëherë kjo kalon në farzin kifaje. Mirë po mos harro se është në zonën e farzit. Pra farzi është një, pastaj qaj një në vetë vete ndahet në farz ayn, farz i veçant për çdo njonin për njerëzve, dhe farz kifaje, që nëse ngritet një grup i njerëzve, atëherë bjen obligueshmëria për grupin tjetër. Mirë po kjo komplet është në zonën e farzit. Dhe se nëse muslimanët nuk ja japin hakin të parës, pra të dytës farzit kifaje, atëherë ndodh që shkojmë te Allahu subhanahu wa taala për disa çështje, e ato për neve kanë qenë farz ayn, kurse ne në vetët tona i kemi llogarit sikurse farz kifaje. Për shkak se nuk kemi qenë të kujdesshëm në ata të cilën e ka obligu Allahu subhanahu wa taala prej fejes së tij. Walakin men alima shay'an min dhalik, e kush din diçka prej këtyre çështjeve, njeh diçka prej besimit në Allahun, prej melekve, me argumente është fjala, prej të dërguarve, prej librave, prej ditës së fundit, ditës së kiametit, prej kaderit Allahut azza wa jall, atëherë në çat pikë që ai ka dituri, i bëhet për të farz ayn, për shkak se dituria e shton obligueshmërinë. Jo pse don Allah azza wa jall që sa më i ditur ti je, çaq më i obligum edhe çaq më marron për ty. Jo, nuk është kështu. Se sa më i ditur ti je, Allahu don që ty më të ngrit çaq më shumë te Allahu subhanahu wa taala. Jo më të rënë e punë. Se sa më i ditur që ti je shumë më i lehtësuar, ti kimë ecë shumë më lehtë rrugës drejt Allahut subhanahu wa taala, se din ku shkel, din çka më vepru, dhe ti vepron çështjet më madhështore, dhe nuk miresh me çështjet vogla. Nuk miresh me të voglat, po miresh me fjalën la ilaha illallah direkt, miresh me kokën, miresh me bazat e bazave. Për shkak se erdhin në disa hadithe se kur shejtani dëshiron me e devijue një rob, nëse ai dëshiron me shtin shirk, në shirk nuk ka mundësi, dëshiron me shtin kufër, nuk ka mundësi, dëshiron me shtin haramat të mëdha, s'ka mundësi, në haramat të vogla s'ka mundësi, e kështu me radhë, atëherë e angazhon ato me vepra të mira. Ama veprat mira të vogla, ndodh që robi i bën 100 vepra të vogla, pra e angazhon shejtani vetëm mos më u mirë me çështjet madhështore, siç janë çështjet e akides, besimit të Allahut subhanahu wa taala, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ehli sunetit dhe xhamatit. Pra, pastaj fillon shehu duke e sqaruar veç çdo kusht prej kushteve të imanit. Thot, aslul awwal al-imanu billahi tabaraka wa taala. Asli i parë, baza e parë është besimi në Allahun subhanahu wa taala, edhe kjo përmban në vete 4 pika. E para, al-imanu bi wujudihi, besimi në ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala. E dyta, al-imanu bi rububiyatihi, besimi në rububiyen e Allahut subhanahu wa taala, në tauhidin rububie, sa ai është krijuesi, ai është zotëruesi, ai është furnizuesi e kështu me radhë. E treta, al-imanu bi ilahiyatihi, apo tauhidul ibada, imani në tauhidin e adhurimit.
të gjitha adhurimet me I pas për Allahun subhanahu wa taala dhe me besue se të gjitha adhurimet I takojnë vetëm Allahu tebaraka wa taala wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Dhe e katërta që e përfshin kushti I parë, besimin Allahun azza wa jall, është besimin në emrat e bukur të Allahut azza wa jall, se ai e ka emërtuar veten e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar Allahun subhanahu wa taala dhe Allahu azza wa jall ka cilësi të larta dhe madhështore të cilat I ka përmend në Kur'an apo I ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Asli I dytë, baza e dytë, al-imanu bil malaika. Imani në melek të Allahut subhanahu wa taala. E kjo përmban në vete besimi bi kulli ma akhbar Allahu bihi wa rasuluhu anil malaika. Me besuan në krejt ata që ka lajmëru Allahu dhe I dërguari I tij për melekt, min asma'ihim, prej emrave të tyre, wa sifatihim, për cilësitë e tyre, wa a'malihim, dhe për veprat e melekve. Wa hadha fil Kur'ani kathirun. E kjo në Kur'an ka ardhur shumë, ka shumë ajete që flasin për melekt e Allahut subhanahu wa taala, prej tyre janë al-hafadhatu al-katibun, janë ata të cilët e ruajnë me shkrim çdo vepër dhe çdo fjalë dhe njetet që I ka robi. Thot Allah azza jall, wa inna alaykum lahafidhin, e për juve ka disa memorizues, kiramen katibin. Ata si jahuqin kur. Ata nuk jahuqin dhe janë të sakt të përpikt në shkrimet e tyre. Pastaj janë mbrojtësit e robërve, që tha Allahu subhanahu wa taala, lahu muaqqabatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. Ata e përcjellin disa melek përpara ti dhe pas ti, yahfazunahu min amrillah. Ata e ruajnë prej çështjeve apo prej gjykimeve apo prej asaj që Allahu azza wa jall e ka caktuar në dynjë. E ruajnë prej sherrit, e ruajnë prej njetëve të liga, e ruajnë prej dëmave të shejtanit, po e ruajnë edhe prej disa kaderave. Wa minhumul muwakkaluna bi qabd al arwah. Prej tyre ka ata të cilët janë të obligum me marrin e shpirtrave. Tha Allahu azza wa jall, hatta idha jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna. Përderisa kur ndodh që ndonjërit prej juve t'i vi vdekja, atëherë vinë të dërguarit tan dhe ja marrin shpirtin atina, wa hum la yufarritun. Ata nuk paksojnë kur gjohiq në këtë obligim të cilin e kanë marrë prej Allahut subhanahu wa taala, apo me këtë ngarkesë të cilën janë ngarkuar prej Allahut te baraka wa taala. Dhe prej tyre janë sikurse meleki I wahjit Gjibril alayhis salam, I cili është meleku I shpalljes, I cili I ka dërguar shpalljet të krejt të dërguarit të Allahut subhanahu wa taala. Nazala bihi ruhul amin, ai zbriti tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Kur'an shpirti besnik. Pra Gjibrili alayhis salam ala qalbika, tek zamra jote o Muhammed, li takuna min al mundhirin, që ti nesër të bëhesh prej atyre të cilët paralajmërojnë apo edhe përgëzojnë për punë të mira. Baza e tretë është al imanu bil kutub. Imani në librat e Allahut subhanahu wa taala, në librat të cilët Allahu azza wa jall I ka përmend, për shembull në Teuratin, në Injilin, në Zaburin dhe në Kur'anin, se Allahu azza wa jall Teuratin ja ka zbrit Musa alayhis salam, se Injilin ja ka zbrit Isa alayhis salam, se Zaburin ja pas ka zbrit Davudit alayhis salam, dhe se Kur'anin ja ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe të besojmë në ato që është përmend prej fletave, prej suhuf Ibrahim, prej suhufeve që I kanë ardhur Ibrahimit alayhis salam dhe të dërguarve të tjerë. Pastaj është e katërta imanu bir rusul, me besue tek pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, tek të dërguarit. Dhe këto janë dy çështje të cilat I përfshin imani tek të dërguarit për ata të cilët janë përmend dhe nuk janë përmend. Kjo është e përgjithshmja, imani në të përgjithshmen, në ata që I ka përmend Allahu subhanahu wa taala dhe ata të cilët nuk I ka përmend Allahu azza wa jall. Wa rusulan qad qasasnahum
e prej të dërguarve ne ti kemi treguar ngjarjet e tyre dhe historitë e tyre min qabl më herët na ti kena treguar wa rusulan lam naqsushum alejk, edhe ka disa të dërguar tjerë që nuk të kena përmend tyje diçka për ta. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah azza wa jall i foli Musa alayhis salam direkt. Pra, kjo është imani i përgjithshëm në të dërguarit e Allahut azza wa jall për ata që dim dhe për ata që nuk dim. Pastaj është imani i përveçëm për ata të cilët i ka përmend Allahu subhanahu wa taala dhe i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç ata burrat mëdhej. Pastaj e pesta al-imanu bi yawmil qiyamah, me besue në ditën e kiametit, ajo është dita e fundit, dita e gjykimit. Wal imanu bi yawmil akhir yashmilu kull ma yakunu ba'da al-maut. E kjo përfshin imanin në ditën e fundit apo në ditën e kiametit, përfshin të gjithë ata që do të jetë pas vdekjes së anëna. Min adhabil qabr wa na'imihi, prej dënimit të varrit apo prej shpërblimit të tij. Wa ma ba'da dhalika min al-ba'th, dhe çka pas kësajna prej ringjalljes, prej nushurit, prej lëvizjes që do të ecin njerëzit, prej hashrit, prej tubimit që do të tubohen njerëzit, prej ardhit ku do të paraqiten njerëzit para Allahut subhanahu wa taala, wal mizan, dhe do të besosh në mizanin të cilin Allahu azza wa jall do ta cakton për t'i peshuar veprat e njerëzve, dhe e fundit për xhennetin dhe xhehenamin, të cilat i ka kriju Allahu azza wa jall, dhe me to do të ballafaqohen njerëzit nesër pas vdekjes kur do dalin para Allahut azza wa jall. Dhe e gjashta prej obligimeve të imanit të deregjës së dytë të fesë Allahu subhanahu wa taala, e gjashta dhe e fundit al-imanu bil qadar, besimi i robit në caktimin e Allahut subhanahu wa taala, wa huwa al-imanu bi anna Allaha qaddara maqadir al-khalq, besimi se Allahu azza wa jall i ka caktuar të gjitha caktimet e krijesave. Për gjithçka ka caktuar në lawhi al-mahfuz, në lawhi al-mahfuz Allah azza wa jall gjithçka ka caktuar aty, dhe është e obliguar që me besue robi këtë çështje, wa kataba kull ma sayakun, dhe në ta shënoi gjithçka që do të jetë deri në fund. Wal imanu bil qadari arba'u maratib, e imanin qadar në caktim është 4 pika kryesore, 4 drejgje. E para, al-imanu bi ilmi Allahi sabiq li kulli shay, imani, besimi në diturinë e Allahut azza wa jall, se dituria e Allahut azza wa jall i paraprin çdo gjëje. Wa min dhalika ilmuhu bi af'ali al-ibadi wa ta'atihim wa ma'asihim, dhe prej kësaj është dituria, me besu në diturinë e Allahut azza wa jall, se Allahu e din sakt vepra që do t'i bojnë robrit prej pasimit apo prej harameve që do t'i bojnë ata. E dyta, al-imanu bi kitabatihi lil maqadir, besimi se Allahu subhanahu wa taala ka caktuar gjithçka, ka shkruar gjithçka për robrit e tij dhe për krijesat e tij. E treta, al-imanu bi umumi mashiyatihi, imani, besimi në të përgjithshmen e dëshirës së Allahut subhanahu wa taala, apo në përfshirjen e Allahut, e dëshirës së Allahut subhanahu wa taala, wa annahu la yakhruju an mashi'atihi shay'un, dhe të besoj se nuk ka mundësi me dal diçka jashtë dëshirës së Allahut subhanahu wa taala, fa ma sha'a kana, ata që dashi Allahu azza wa jall është, wa man lam yasha lam yakun, ata që nuk dashi Allahu azza wa jall ata që nuk dashi Allahu azza wa jall që të jetë, s'ka mundësi me u kon. Pra, gjithçka është sipas dëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe e katërta, prej kushteve dhe prej drejgjeve të imanit në kaderën e Allahut subhanahu wa taala, al-imanu bi annahu, besimi në atë se ai Allahu subhanahu wa taala është
khaliku kulli shay, është krijuesi i çdo gjëje. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala është krijuesi i gjithë çkafit që ti e ki në vetën tënde, prej tokës, prej qiejve, prej trupave, prej gurve, e drujve, e ajrit, e gjithë çka që ka kriju Allah azza xal, gjithë çka që është në këtë dynja dhe në ahiret, dhe gjithë çka që ka qenë dhe do të jetë, Allahu azza xal është krijuesi i çdo gjëje. Wala yakunu al-insanu mu'minan bil qadri, dhe s'ka mundësi më kanë robi besimtar në kaderin e Allahut subhanahu wa ta'ala, hatta yu'minu bi hadhihi al-maratib, derisa të beson në këto drejgje dhe në këto grada dhe në këto pika të imanit në kaderin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dije se sa ma shumë që ki dituri, je më i obliguar për ata që do ta veprosh. Mirë po sa ma i ditur që t'jesh, qaq ma i aft do t'jesh me vepru ata që e knaq Allahun ma shumë, nëzit shpërblimin e Allahut ma shumë, fiton knacin e Allahut subhanahu wa taala shumë ma shpejt, dhe e fiton vullën e zemrës për smiri, për knacin e Allahut azza xal, dhe e fiton vullën e shpëtimit për në xhennetin e Allahut tabaraka wa taala. O Zoti jon, na mundso që t'jem prej të diturve, na mundso o Zoti jon që të punojmë me dituri, na mundso o Zoti jon që mos ta përzim fejen tona me diçka e cila nuk i ka hije dhe nuk i takon asaj. O Zoti jon, mos lejo që shejtani të prek në diturit tona apo në mendjet tona apo në kuptimsitë tona për fejen tona. O Zoti jon, na bëj të hajrit për muslimanët dhe për njerëzit në përgjithësi, dhe nëse në vetët tona ka diçka prej sherrit apo ka diçka prej njetëve të ulta, o Allahu jon, ty të ankohemi për këtë pikë, na i pasro zemrat tona, na i pasro njetët tona, o Allahu jon, na ngrit në ata që ti e don, na përzgjedh për ata që ti je i kënaqur me ta, dhe na largo prej asaj që ti e urren, na largo prej asaj që nëse prekum ta, atëherë e nxit hidhrimin dhe dënimin ton. O Allah, na bëj prej atyre që na shfrytëzon për fejen tonë dhe nuk na ndron me gjenerata tjera. O Zoti jon, na shfrytëzo për fejen tonë dhe mos na ndro me gjenerata tjera. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.